Shkruan Gjergj Zefi. Deklarata e presidentit serb Aleksandar Vučić se Turqia nuk dëshiron stabilitetin e Ballkanit perëndimor nuk është thjesht një nervozizëm diplomatik para takimit me Recep Tayyip Erdogan. Deklarata është një sinjal i qartë se në Beograd po lexohet një ndryshim i erave globale dhe se rajoni ynë mund të jetë sërish në tryezën e pazareve të mëdha. Në një moment kur në horizont përfliten kanale komunikimi dhe biseda të tërthorta mes Donald Trump dhe Vladimir Putin për një rikonfigurim të rendit të sigurisë në Europë, çdo aktor rajonal po pozicionohet për fazën e re. Turqia prej vitesh ka ndërtuar një prani të shumëfishtë në Ballkan, ekonomike, kulturore, fetare dhe së fundmi edhe ushtarake, nga investimet infrastrukturore në Serbi e Bosnjë-Hercegovinë, te mbështetja e hapur për institucionet e Kosovës. Ankaraja ka kultivuar një rol që shkon përtej nostalgjisë neo-otomane dhe hyn në logjikën e fuqisë së mesme që kërkon hapësirë manovrimi mes Washingtonit dhe Moskës. Turqia është anëtare e NATO-s, por nuk është më lojtare lineare e kampit perëndimor. Ajo operon me autonomi strategjike duke blerë sisteme ruse kur i intereson dhe duke shitur drona hapësira të ndjeshme si Ballkani. Pikërisht këtu qëndron shqetësimi i Beogradit. Serbia e di se nëse arkitektura e sigurisë europiane hyn në një fazë rishikimi, qoftë përmes një marrëveshje të re SHBA-Rusi mbi Ukrainën apo mbi zonat e influencës, Ballkani rrezikon të trajtohet si periferi e negociueshme. Në këtë kontekst, fuqizimi ushtarak i Kosovës me teknologji turke nuk lexohet vetëm si çështje bilaterale Ankara-Prishtinë, por si pjesë e një zinxhiri më të gjerë balancash. Vučić po dërgon mesazh jo vetëm në Ankara, por edhe në Moskë e Washington. Serbia nuk do të jetë spektatore nëse dikush vendos për rajonin në kurrizë të saj. Nga ana tjetër, Erdogani e kupton se çdo boshllok që lë perëndimi në Ballkan është hapësirë për Turqinë. Nëse SHBA në administratën e Donald Trump fokusohet në marrëveshje të mëdha me Rusinë dhe në prioritetet e brendshme, ndërsa BE mbetet e përçarë dhe e lodhur nga zgjerimi, atëherë Ankaraja shfaqet si fuqi që ofron investime të shpejta, ndikim politik dhe mbështetje selektive ushtarake. Kjo nuk është domosdoshmërisht destabilizuese në vetvete, por bëhet e tillë kur perceptohet si ndërhyrje në ekuilibra të brisht etnike shtetëror. Për Shqipërinë dhe faktorin shqiptar, sfida është të mos e lexojnë pranin turke vetëm në prizmin sentimental apo historik. Mbështetja ushtarake dhe politike është e rëndësishme, por orientimi strategjik mbetet euroatlantik. Nëse rendi i ri po formsohet përmes pazareve të heshtura mes Washingtonit dhe Moskës, atëherë Tirana duhet kërkojë garanci të qarta brenda NATO-s dhe BE-s, jo të mbështetet në balancat përkohshme mes fuqive. Loja e Turqisë në oborrin tonë është inteligjente, fleksibël dhe e guximshme, por në një rajon ku historia ka treguar se lojrat e mëdha luhen shpesh mbi kurrizin e të vegjëlve, çdo lëvizje duhet lexuar me kujdes. Stabiliteti i Ballkanit nuk do të varet vetëm nga deklaratat e Vučićit apo nga ambicia e Erdoganit, por nga mënyra se si fuqitë globale do ta ripozicionojnë hartën e influencës dhe kur kjo të ndodhë, askush nuk do ta ketë luksin e neutralitetit.